Gatun ushqime pa gluten. E di që është zër, nuk është lehtë heq me gatu këtë ushqim. Buk me këpurdha hera e parë që bëni. Janë të mbushna. Që ko menu që ko me shiu na i herë. 5 reja jena, na 5 kunota. Ka një herë thamë mos ma merë një këshillën si kritik, po merë një si këshillë se. Edhe unë ko morë këshilla prej ma herë prej vjerës temë dhe qashtu. Ma shumë pejdo nuset se neve. Me thonë si ma shumë ja moj krajë nuseve. Këto janë këto dhe që tu ko ka sekreti tani vlerësimit nuseve për vjerën. A di pse? Zonja Shehria, Zoti ja shtoft bereqetin, e falimderit shumë që na keni prit. Mirë se keni ardhur për këtë ditë të shejt, të Ramazanit. Ju mirë presim. Shpresoj se keme kalu mirë. Ti jeni zoj që shpërndon pozitivitet të krejt ata që të shohin. Për ndryshet të dashur shikues, kemi ardhë për faktin që Hana është e njohur për gatimet e saj të shkëlqyshme që i bën, shumë të shishme dhe të mira. Kosovarja për poezit e për interpretimet e saj, e veçante e zonjës Shehria është që i ka 5 nuse. Raportet me se cilën mirë e ma mirë, diçka që si shoqni kemi fillu gradualisht me e humb, e ka begatu Zoti edhe ka hop derën edhe për neve sot, e po shpresoj që kanë mjë morë model krejt ata shikus që po na ndjekin. Unë zakonisht kam qenë gjithë vetë vetja dhe kur njëtë ju kom përzi nuseve. Ja u kom do një formë pak punë se kanë qenë shumë nuse e gjithë cila më përcaktun në punë të vetën, kur zgjohet me nxes me diçka ka me punu, mos mi u përzi tjetërës, dhe me thonë gjithë cila e ka ditë punën e vetë. Ata ka dhonë këtë urtësi pak edhe që thojnë ana populli zanati, ke pununën për punësim, e nështë ja ke morë dorën për me i rahatu edhe nuset. Kom punu, zakonisht kam qenë edhe këshilltare për punësim, këshilltare, njerëzve të pa punë, që kanë qenë edhe pa orientime, i kemë orientu edhe për profesionet ndryshme, trajnime, kështu si edhe nuset, këshilla ju dhonë mjaftë. Ka një herë thamë mos ma merë një këshillën si kritik, po merë një si këshillë se. Edhe unë ko morë këshilla prej ma herë prej vjerës temë dhe qashtu me tradit kem shku. Handi gjithje e busqeshur. Edhe kur shumë në përparaqitje, edhe kur po prit që musafir, edhe ma shumë pas këtë disponim. Kam qef musafir, kena prit gjithë musafir edhe kena me prit. Kosovarët ti si nusja e vogël që shponihesh, kur erdhe këtu në këtë farë atmosfere, krejt pozitivitet për i vjerës e kunatave tjera të poshtë? Nina shumë mirë, më kam prit shumë mirë, edhe kam vazhduat mirësinë e tyne prapë, edhe Nina e knaqne gjithmonë. Hanës me ushqime veç ja shijojna, ka pak i nimojna, me vjerën shumë mirë. Verës e pasha që her pas here që dhe kanë historie në bërë, bile një herën batë bërë shumë për shtypje që është bukur u do ke o borë, me plot zemër, tha, vjera e mirë mbanë, tha, dho shumë maraklike. Tash si pensionere po ki ko ma shumë. Tash po kam ko, mas e s'kam obligime në shpek kështu, ma shumë rrinë këpë, kam edhe punoj edhe në bujtësi, pa këti në sera, ja ushqime krejt bio, nusja i gatun hona. Pite, qëfar do të pitje, kam materiali me i dhonë se punoj vetë. Ti mishë, mas miri, kur i qëtë në pa dhe njerëzit të më rrinë me i... A i lakma në i hera Kosovarës për fotografi, a ma shumë punës tonë? Unë më sforere du punën tem, tani tjere ka pak. Normali kam qef se shpesh herë thiri me bo dhe fotet e ushqime. Par me bo reklamat e këtu të kuzhina Hanës, i kam krat jatë të dyet. Reklama ko gjë e bën një farë punët vetën, e ka një farë efekti. Do të ndët me ngu. Elhamdulillah. A javë kalzën vjerave tjera sekretin qysh me i përvecu nuset. Qysh me i bo nuset me e dasht vjerën që ka shumë edhe me full që ka mirë. Se djemë të krejtë e dojnë nanën. E nuset shpesh herdin me pas ka pak rezerva për vjera. E para është me lanë të lira, të me vepru vetë. Mos me vënu kontrol mbi to, as në biseda, as në levizje tyne, mos me i pengu kur gjo. Kur si pengojsh, këto vesh ku me ditë qka me konë se ato gjinën mirë para në gjithë statë. Kur ke dasht me i këshillu në i herë, se përmene që mës më ta marë këshillën kritik, qysh i ke këshillu?
se nuk ka mundësi njerëz të rit pa gabu najherë. Po, aty ku isha pak Qysh i këshillon? si do të i këshilloj shumë mirë, ullum, bisedojmë, i këshilloj zakonisht kur e shoh aty si do të pak mu përmirësu. Si nuset, si pak ma të vjetra, se çdo ditë na bojmë gabime dhe na vetë. Drejt me thonë, unë edhe vjerën e kom pas shumë demokrate, edhe prej saj i ku morë shumë mësime, se edhe e ka qenë bashkë si e kohës sodit. Po, se ti ke punu edhe në atë kohë. Po, kum punu në atë kohë, po edhe e ka qenë shumë edu. Na ka dhonë shumë mësime, si në gatime, si në jetë. Edhe unë ju mënu me ja përcjell gjeneratës temë se ka në ardhje, nuse edhe pse janë shumë të mirë ata, unë shpesh kom thonë unë edukatën ja u kanë dhonë familjet, unë edukatës më i mi dhonë nuse, po fati s'kanë qenë të edukume, janë ardhë me mendjet mirë, i kanë marrë edhe mësimet e mira. Me pas najherë naj më rol, ose naj konflikt vogël mes nuseve dhe djemve? Nuk e di, nuk më ka ndodhë. Thash të vetë javë monë krahin djemve anuseve, thash mësë është me farë sekreti që ti në raporteve shumë të shnurë. Zakonisht ja moj nuseve, krahin, se vojza nuk kam, edhe shpesh djemë të më thojnë, ma shumë pe i do nuset se neve. Më thonë si ma shumë ja moj krahin nuseve, këto janë këto dhe që tu ko ka sekreti tani vlerësimit nuseve për vjerën. A e di pse, se sherrët më të mëdhojat zakonisht i bajone, edhe kur e di që kom bërë një sherrë që ka e kopi për qopë. Edhe e di që kom më folë që a i sherrë fill. E përmende që në fillim, kur e ke fillu gatimin, shpesh herë ka ndodhë me të prish në ushqim ose diçka dhe me përfundu në kondinjera. Kom përjetu gjithçka, kom prish gjithçka, po që ato sherrë që i kom bo këtë më ka ndollë për të mirë. Se kom tentu më mësu, se unë zakonisht ushqime pa kom ditë, kur jam martu ju shumë, po me ku i kom mësu të tana. Bani sherrë, mësë, bani sherrë, mësë, bani sherrë. Po vjera gjithmonë të ka arsyetu? Po, vjerën e kam. Mbështetjen më atë madhe. Mbështetjen më atë madhe e kam, 18 vite martesi baj, edhe vjerën gjithë e kom posë në krah. Edhe halo kam me posë kismet. Inshallah Zoti jep shëndet edhe shumë gjatë ofër juve. Amon i kam shumicën e receta me tahmen. Të rollat a njerëz janë që punojnë me tahmen. Që ja qillojnë tahmen. E vallojone nuk i rani si këtë atë unë që ta. Në gjysmë e krep, në tretën sheqer, ku me mujt vjatë rezita. Para mendoti kur t'ja nesh për 10 baklova në ditë mi qitë, ku ata mine? Ku me mujt atë ku me gjetë? S'ko shoncë me të dashur shikusën e përshpresoj shumë që qysh po kënaqemi na, keni me u knaqe dhe ju të po emisionin ton, e mandele të e shiju iftarin bashkarisht me këto zonja që din me ofru shumë dashni të se cilë. Han, faleminderit që na ke prit. Mirë se keni ardhur. Për mua shumë kënaqësi me të taku. Faleminderit. Me qenë prezente në gatimet e tua, se kom pas rastin me i pa përmes rrjeteve të ndryshme sociale, besa ke qenë edhe musafire në për televizionet ndryshme. Më ka bërë shumë përshtypje edhe mënyra qysh gatun, edhe mënyra qysh i qasësh publikut, e besa specifika më e madhe është që hana të dashur shikues gatun ushqime pa gluten. Disa njerëz organizmi i tyre nuk ja vduron glutenin, e që është diçka konsideroj që është e mirë, se pi glutenit s'ka kur gjë të dobishme, po që është sfidë një pjesë të ushqimeve me i konsumu. Prandaj hana e ka gjetë një zgjidhje edhe për ata që nashta me vjetë s'kan kërku baklav pi frikës që kam ju bo dëm. Kështu që të lumt për këtë veprim ose këtë punë që po e bën edhe ka të lind ideja me u marrë me këtë sport, po thëmë kushtimisht. Ideja vajzën e kom pos me alergji, edhe unë disa vite dhe vetë kom hjek me ta, se nuk kom dit me pregadit ushqime as kur gjo. Unë është zërë për një nanë të rejnë, se s'den me pregadit sene, veç me të blejne, edhe kam pos munges shumë të këtyne ushqime një kohë, amo që 4 vite ja kom nis me porosi, ushqime pa gluten përnaj. Vajzën që 8 vite ka me alergji. Edhe njerëzit, edhe prej komenteve që i kum pa, edhe prej, domethënë, lavdatave që t'i kanë dhonë, është e kuptueshme që janë shumë të kënaqur. A ka pas rast në herë në kush që të ka thonë xhenet të boftë se ma ke hik zhigin e baklavës? Shumë kanë thonë se ka pas njerëz që me vite s'kan hongër baklav, s'kan hongër pite, flija, sene. Tana që janë tradicionali pa gluten unë i baj. A ki porosia dhe prej jashtit?
për emergjimit? Po, jo pak, po kogja shumë edhe për jashtë, deri në Amerikë, në Danimarkë, gjithkon janë shku baklavat e mia. Me rëndësi edhe biznesi po të shkon shumë mirë. Kuzhina e hanës, gluten free. Unë jam në dispozicion 24 orë për nëj. Kam ishterit, faleminderit për besimit që e kanë ndaj meje. Po fek se besimi 4 është shumë vit, po. rëndësishme. Kanë fitu besimi, kam ishterit e rregull, kanë marrë besimin të onë, në gjysë ditë, në gjysë note, pa pikë dyshimi ata i hojnë ushqimet e onës. A është vështirë me gatu me këtë millë, se është shumë... Si një shesë, shumë zë, Të qysh se njerë e kum provu edhe Kum në po me gatu. publike ma herët në emision edhe kum gatu edhe bukën, por mjë një mund disa nona, se e di që është zërë, nuk është letë heq me gatu këtë ushqim, buk pa morë parasysh si të marsh me gatu, kam përvoja për nona, thojnë, ha nuk bo, krejtu në gjitë, Shko kush që e bën, edhe kum spjegu ha pas hapi, krejt qysh bëhet buka, qysh me pjek e krejt, po përvoja, vetëm përvoja, se kur gjë tjetër ras një recetë, diçka të veçantë, se kam këtë publike i kum bo. Veç përvoja e modhe më karo këtë gat. Edhe nuk e di më shkojnë të qysh. Qire, ka një herë, unë menoj që kur e ki jetën e pastër, po menoj të mirë, për një diçka të mirë, për veti, po edhe për tjertë, atëherë veç vinë gjanat të u letësu. Sigurisht. Apo shpik receta dita ditës? Gjithë shka. Hanë shka kim plan sot me na gatu, e shka kam knaqësinë në sot me hangër për i durve tua. Së dhe kam e gatu buk të mbushura me këpurdha, mishbordh edhe kaçkavall. Jam pa gluten të gjitha. Buk me këpurdha, hera e parë që bëni. Janë të mbushna. A shiko me nu që ka me shiuna i herë. E mo kime shiu që tash. Besoj kime ndohë shumë e knashën e pa. Kismet. E për krejt ata që janë të na përcjell, në ta vjedhin recetën. Recita di kam publike tash. Është qëmsht me ujë, një vej zakonisht ja qetë, se këta është pak zërë deri në gjitet. Krep, për afërsisht nuk kam diçka nuk e ka tahmine. Unë e kam tahminen. Qata nuk moj, këta është pa gluten, edhe këta. Që edhe moje, bukës, pa gluten. E kam firmën mështëria me ata krejt e din cila është, se zakonisht jam në kontakt me ta, edhe ju ndihmoj, ja dërgoj kush nuk o një ori, unë jam në kontakt me ta. Bamba ki 24 orë jam në kontakt me nona, me utra, me vllazim, me gjithë kanë që më vesin për fëmijët e tyne. Këshilla të fala si ki hona? Po, krejt. Po. Nisha moj se onë që edhe ti, edhe ashtu njerëzit koha është shumë rëndësishme. O, në krejt kohënja, edhe njerëzve mjë një mu, se e di që jam konë edhe vetë shumë keq, me qikën tem, se s'kom dosh ma shumë, edhe se s'kom dosh ma shumë, se më ndimu dikosh, edhe se dyqysh gjdo në onë që më kërkën ndimune, jam aty me ndimu. Pa marë parasysh në gjysë dite, në gjysë note, unë nuk nollat gjithë jo një maj. O, është zërë. Qfarë porosia merë mas shumë të janë? Pite me spanaq, kungullur, edhe baklava. Kifle. Shtirë pitet me u të hollu, se ato na i herë din me millë zakon shumë, më konë zërë me i mledhe. O shumë zërë vëlla, po ja ko morë dërën edhe ta shte kismet në të ardhmen edhe ata e bëj publike, pëse jam e një mu njerës. Të dashur shikues, tash dokunatat e dashura po fillojnë në përgatitjen e iftarit. Kosovarja ka vendosur me na bë petolla, e hona pi bën do patate, i paska grim me një formë interesant, që bash ka me vetë qysh më rinë me grim, këtë farë arti kështu, kaq bukur më do. Ka më një sekret. A bërë ma kalëzu mas kamerave? Kismet. Kosovare? Petla, ha? Po, recetën e kam prej vjerës, se hona s'kallëzën recetën, se ka tahminin. Kështu që besoj që kanë metodë mira. Shumë pe livdëni vjerën të dyjat bre, është që ka që mirë sa po thoni? Vjera, dukat është. Shumë bre pe livdëni vjerën, është për i me që ashtu shumë e mirë, se zakonisht një pjesë bukur e madhe njerëzve din me qenë alergjia unë gluten për në vjera. E ju, edhe receta e vjerës, edhe pe përmendin vazhdimsi, u pa edhe që është zoj edhe grue shumë e mirë, po... Po të tregoj drejt seriozisht edhe ka punu një kod gjatë gjera jam, edhe tash u dole në penzion, amo prej fillimit që jam morë, unë e po flasët personalisht për vetën, gati 18 vite martesi kam, amo jena knotë si kur qikëm, ko mu e këto edhe 5 e reja jena, na 5 kunota, amo me se cilën e ko atë bisedën e vetë, afrimitetin e vetë, edhe kënaqë me to. Unë e kur të një raste, vjera, të na nuk eksistane. Na e kem vjerën dukat. Vjerë më të mirë, si që ka dikosh. Mirë, edhe qashtu që e na ka prit mirë, ka vazhduaja mirësia. Elhamdulillah. Kjo është begatia më e madhe. Fat. Ma shumë se çdo mirësi tjetër nashta është me pas një afërsi e dashni, e me pas me ndo momentet e mira me njerëz të afërm.
se me njerëz të huj krejt din me qenë të mirë, po me ato që rrin 24 ore, që rrin vazhdimsi, është vështirë me i rujt raportet, sidomos këtë sotit, po, elhamdulillah ju ka begatu Zotin me të mira. Ta shë recetën e vjerës të Kosovarës? Une nuk është që gatuj shumë, ona e ka këtë pjesë, po kapak ja këm nisë, mund të thua dhone. Mja marë zanatin. Po, e nashta kërë si hona juve, që mirë. Po dhe hona në fillim e përmendi që s'ka qenë e fare eksperte, gatimeve. Asune nuk dytë me gatu. I marinova me krep, veget, biber, vajulliri dhe tashtin shtim pak në furr deri të përgatiten. Do më thonë ato krejt i ke ba qëto mix, edhe i ke qitë qipë. Mund është me qitë gjithë shka dhe në bas qijes. Asune profesioniste nuk jam kon gatime, po me kun i kom mësu të dhena. Nëse ngan, kemi mësu gjithë shka. Nëse s'ngan, kur s'kemi mësu. Unë nuk e dija janë perimet mira, a e kam prej urisë që jam të përjetu. Ta shtë s'mu di me po diferent. Po më dhime është kënë gjenu gjithë ditën e s'ki qahan. Dhe qumë shtë ke qitë qëtu? Po, Edhe tash, a krypa sheqera me shka i bën pytlat? edhe me kryp edhe me sheqer. Po, pak sheqer sigur. Që kjo kryp? Infuzion për bëjqe? Pak do, e qashto. Që kjo sheqer, s'pja që isëm bashkej, se më A keni hongër jo të dashur shikus në herë petla me krype me sheqerë, në hera e parë njetë që kam ishi ju? Vjera nuk na jep recetë të keqe. Ti Tash shko pa i kërkus për di. Ti shko hona nashta ma kish jop recetë të keqe, e vjera, sigur t'ju. Kunatat. Edhe pse jeni për lakmi, elhamdulillah. Edhe si kunatat që ju kom pas shpesh herë. E veç vitin e kalum kërë kemi pas një intervist me hanën kështu online, Po. ti ja ke mëjt kamerën. Kështu që është knaqësi kur kunatat kalojnë mirë. E kur kunatat kalojnë mirë, në thëmë ku ditat. Mirë një herë harjo. E tash hanë qka e të do ashtë më në bo? Pisho që aty do me lëme, sa bëllë bukur i ke rënit. Jam të e pregadit një sës me mesht kusht lupës. Zakonisht për Ramazana i bojna këtu. A prej një postarëm hana e blini mishin. Jo lana prejna. Që ata e komush të nxere. Që të thosh, si shumë si palim, ti që shadio me thonë 300 gram me është 400, po S'ko, të nxerja. na jena ka la vlak edhe duhet me mush komplet, të në zanë. Edhe e ka lezetin e vetë postarma, definitivisht. Atër një mesh hanë. Qysh? Atër një mesh, po thonë me shtatë. Po, ka herë të irëm, edhe e blujna edhe të tana ka pak, se zakonisht na morëm, adin e prejmë postermat tunat, se duhet edhe me punu, kam qef me pos mishin, sigur për njerës që punaj. E këshyre edhe i një mënë, edhe në fund të hanë normal. Po, atë mas shumë të i një mujna. A kontribon më shumë. Une kur të punoj, une nuk i lën fort në kuzhinë. Mami me volën, ade ma shumë. Ama unë kur të punoj këto, e kom cek edhe në emisione tjera, që unë në kuzhinë se lën kur kanë kur të punoj. Kam Po dhe në qeve. fakt pengon pak, po tash Kam masina qef. të gjiru, po do të shtu me najtë si me lmes, të trujt dhe të folë. Kuzhina pak e vogël, s'për në nëzën. S'kam ta men, edhe këto e baj me ta. E Kosovarja mu kanë kësha 750 ml që do. S'ko 750. Biberzi, veget, ta bëhet mund është edhe me një shes, me bo dhe me miell, unë e baj me miell pa gluten. Që me bo me trosh, Edhe kjo bëhet si gulash tani, a? po mish me sës. Se qështu kur pi kombinon qëtu po malen për shtypjën që ka me dalë si gulash. E ko një shijet veçantë. Ma merë menja ko me të pëlqy. Të shohim. Edhe kjo sës. Sës dhe motesh. Turshia këni bo si vjetë ju kunota? Turshia po. Ju pak po këtë që shumë, edhe për veti, edhe kom punu, se zakonisht une. Mësëm tuj që edhe me turshia jo marë. Po, edhe me turshia. E qështë ka shku puna e turshia dhe hanë? Shumë mirë edhe kom posë punë këtë gjë mirë. Jam një tip që nuk e lan vetën rahat. Jam me turshia, jam me ushqime, ja. O më shkan krejt dita, Për njeri gjallë do të me punu, bre, do të dy qysh Moj me nejtë vadiova. me gjithë vetën, me gjithë shka. A me në herë me hap në i farë, s'po thonë fabrik, po diçka bile me zgjeru pak në njonin biznes. Ku menu me ho, po këtu ushqimet jam pak ndishme, pak gluten, edhe nuk moj me i qitu në ushqimet edhe me i lanë. Po, kom dikun që ka, Turshia s'ka ndjeshmëri. edhe aty unë nuk i baj vich hajet me lanë, veç kusht i kërkan të fresht, a di kusht i merë të fresht ta i baj. Se kur e ka njëri një besimin e njerëzve, atëherë edhe biznesi jetë
sigurt. Besimin e komorë të mishteria me, one jo pa Besa kushën. shpesh herë edhe organizatat e ndryshme, e nështë edhe komuna japin grande për me i mbështet gratë me iniciativa si kjo e jotja për shembull. A ke mendu në herë me përfitu që me gjithmonë ekziston hera e parë pse mos më gjithëru edhe më bë shkak që me u punësu dhe shumë gra tjera që nështë pjesën më të madhe ditës e kalojnë që aty të e këshur në i film. Aktivizohen, marrin pare, edhe ju Jella shkëmbita nëse edhe ma rrina. mirë. E tash, bukën kime mush me shto këpurdha. Me këpurdha edhe me misht barët, me kaçkavallë kismet. Veç deri duhet me fërgu pak, se buka pjekët ma letë. E kjo E këta do të më konë të fresta, a dhe të përgjet në mirë që mu pregatit ma le. Tash qati mishe i ke qitë kashkavallë, Kaçkavallë, Qatë 2 dy? lukë shmand edhe këpurdha. a është vështirë me u punu brume? Që tash kime po procedurën e mjellit që shkon pa gluten. Në gjitët na përdurë ko që shumë, veç me përkushte. Kjo e ly procedurën ma shumë edhe me nxesh edhe... Kur të lesh me pushua, du të me lanë ma shumë se milën e zakonshëm? Jo, normal, krejtë si kur bukë të unë, vazhdan edhe kja krejtë. Si të buka, si të krejtë. Veç më vorë që shja merë dorën edhe apete. Në qëfar kohë e ki porosia ma shumë t'i hanë? Po na për festa zakonisht ma shumë, po edhe tjera herë po. Për bajrami. Po bajrama ma shumë, Përveç baklavës, apo në dhe mbëlsira tjera? po bajt rileqe, të spishte. E gurbeqarve api javëshe hajrën ti që javëshojmë shumica bizneseve? Po, mos më konë gjata. Alon bakshish ata dhe që pagujnë 16 centa sot është porosia. Po lojnë edhe bakshishe, ju pak po shumë. Se gurbeqarët e kanë zemrën e Jo, gjane. e kanë zemrën e gjani, falenderoj E të thash gjithë pak me ata. sarkozma, Se kam njerës që prej Gjermanie më kanë pru me ka 20-30 kg mill, kur ka pos mungi. Po veç që kam pos dëshirë, më kanë gjoft edhe atri vajzës time më kanë pru edhe një. A është vështirë në me gjithë mill pa gluten? Zakonisht këta edhe... Nëse jo mill për dhe moj bukës pa gluten, a është vështirë? Mojnë e mund është me gjithë në çdo market. Nuk është edhe shumë që mungon moje, po zakonisht milli mundet me mungu kajko, për vitin e ri ma shumë mungon, se edhe tash po ko kërkesa shumë se ko gjë shumë njerëz intolerant, çdo dytin, tretin kanë të një shkric. Po, veç po më duket që je vetëm në Kosovë që gatun pa gluten në porosia. Njerëz kum po dikon. Që s'm ka rastis as mu me pa. Po. Kështu që ja vlen me zgjeru biznesin hënë. Në të ardhmen po besoj njëherë ja kom nisi biznes të vogël që shto për shpije, po s'ka njerëz që punojnë. Edhe pse sot është lehtësu. Edhe me Është t'joft lehtësu. njerëzit përmes medjave, po në anën tjetër, edhe porosia online, po më nej me post. Me post nuk ka kom- lehtësu. A Thasha, vini marrin vetë. zakonisht vini morin të shtëpia, roll në herë që javë që i dikon, se me post nuk më guxu, se ushqimin edhe nuk guxoj me rrezikune me ushqim me qurr na për Kosovë. A vinë prej gjitha Prej qyteteve. Kosovës, po. Edhe prej Shqipnisë janarët kanë marrë këtë baklava, prej Maqedonisë, prej krejt vinë. A i me naro që për një peshk që më shkojmë 20 e dekun, e lije mu me hek një zhik që se hongër 20 vjetë. A ka pas në i rast kër ka thonë dikush që ka shumë gjatë kohës, këmë hongër pite për shembo. Po, 20 vjetë ka pas një nuse që ju kanë, që s'ka hongër 20 vjetë baklava dhe ka hongër këtë prej dorëve të mija. Edhe nuk ka besu që është pa gluten, ka thirë, a është pa gluten. Ja, bëjmë iftar. Bismillah, Zoti ju shpërbleft. Inshallah ka kjo shtëpi gjithmonë. Faleminderit, bismillah dhe unë po thonë, Allahi na pranoft këtë ditë. Faleminderit si na keni bon vizitë, mirë ju bo. U lagën vena të shuajetja, u realizua shpërblimi, inshallah. Në Zoti ju në roft, mashallah, i keni përgatitën atë mirat. Të dashur shikus, Allah thot që besimtari ka dy gëzime. Njënën kur bën iftar dhe tjetrën që ka mu krenu me agjerimin e tij në ditën e gjykimit. Kështu që natyrisht që është gëzim kur bën iftar, se e kem rrinë një shpërblim gjatë ditës, por në anën tjetër me bë iftar me ton këto mirësi që këto nuse i përgatitën, është një kënaqësi shumë e madhe. Elhamdulillah që i ki, inshallah i ki gjithmonë, e të mushet shtëpia plot, e keni mirësi gjithmonë. Faleminderit shumë për vizitën, për gjitha. A je lodh hon? Jo, është në të citë kemë mësafirë për iftar. Edhe shpërblimi është shumë i madh, është normal që njëri lodhet. Se përgatite lloj ushqime, e unë që të mishin e pata shumë për zemre me pa që shpo bëhet,
Kështu që pe kërkoj të parën që me javë për cilë edhe shikuesve sa ishe shumë më ba. Berime nuk e pas ka shien si të gullashit, që thash a i për ngjan gullashit. Shone goke një sas, një Goga bashkje me ndryshe. mirë. Dhe të shijat juve, ta? Ti provojna edhe petlat e Kosovarës, të shohim që shka ndalë, edhe pitalgat e hanës, e besa deri të këto me delikates që i gatujti. Kështu që Zoti ju nderoftë i shpërblet. Kosovare e lotë, Unë pak. me nëzis po bret me unë. Atëherë të dashur shikues, Shumica ushqimeve janë pa gluten. Kanë përgatit nuset, jo i gjizot, sigurisht. Këto janë pa gluten.